familje punëtorësh. Ishin nga ekonomia dobët, po punonte ai i shtëpisë baba i fëmijëve, vinte në punë, në ndërtim, punonte. Ajo mbante 2 fëmijët aty. I ushqente me asa kishte mundësi, bashkia i ndihmonte jashtë mase, muaj për muaj, i jepte edhe ndihmë, dhe plus që merrte edhe ekonominë që fëmijët ishin me autik. Të 2 fëmijët, dhe djali dhe vajza. Vajza ishte më e vogël se djali. Djali ishte më këmbë, rrite vajza jo dhe aq. Kjo ishte pak kështu, jo shumë për fëmijët që të kujdesje. Neve të lagjes i flisnim, i thoshin, laje, çplaje, se e ndihmonim, bënim çdo gjë i çonim. Dhe me këtës, nuk i bindim qaf askujt. Si ka ndodhur sot? Po kjo e ndodhur, unë për momentin nuk isha. Po aty ajo ka një krevat me syngjera aty dhe ata fëmijët trazonin zjarin. Dhe rënë zjarri aty, djegur syngjeri dhe në bazë të asaj dihet që po botym syngjeri s'ka flak, vetëm tymben. Dhe vajza parë dhe u hedhur nga dritarja vajza. Vajza hedhur nga dritarja, kurse ata të 2 kishin tym, nuk mundet të delnin. Vajzën e shpëtovi, doli një zonjë aty, e shpëtovi ajo. Kurse djali ishte mbaruar dhe djemi gjatë. Si u tregovi zonja që e shpëtovi ngjarë? Kaq, doli se e mora unë telefon, dili thash për të marrë diçka. Mora tim shoqi thash, në gjirë jepja një çik, një diçka që t'ja jepja saj. Doli ajo në atë kohë, pastaj kishte dëgjuar të thirurat. I binte derës vajza. Vajza i binte derës. Vetëm vajza ishte i binte me shelma, i binte një gjë të këtij i binte. Dëgjon kjo komshia, del dhe komshia tjetër, dhe pastaj arritën që aty ku kanë arritur. Familja? Se një të familje me këto kam komshi unë këtë, pa ta fëmijët si ka normale jo. Ishte autik fëmijët? Po, të 2. Po nena? Nena ishe saktë, me sa shikonja unë, po. Punonte nena? Jo, pa punë. A vetëm i atë ishë një mesyze, bili me ju është edhe mesyze të trash. Po babai ku punon? Pa ju i atë, do me një shoqë i kësaj. Vetëm babai punonte në familje? Vetëm babai punon në familje. Janë, dhe bilem dru në malë, në rrithë në qarë. Vetëm a ju aty punonte. Ishin në kushte të vështira ekonomike, po thoni? Po. Këta të tjerë të që më ndryshe, të janë 2 vëllezër ata në gjithë, që janë komshi. Pa ju vetëm a ju i shoqi punon, dhe me a ju mesyze. Ja rëvaj me bëjë shoqe. Kurse për atë i gruas... Si ka ndodhur ngjarja? Nuk di asgjë, nuk di Po, asgjë. çfarë keni dëgjuar? Jo, tash i dëgjova që bile më nga Tirana. Tash më thanë një familja zyrtare, më kujtova sikur isha ndek, shikon në Lagjentive, sa për zafi, se nërda të pyes këta se kam shok i njo, komshin. Pastaj ju pa shuve, çfarë them tjetër. Faleminderit.